show. Po normalizohet një figurë si Bia Kalif me gjithë respektin për të, e para nuk është shqiptare, e dyta nuk ka se ç'a jep publikut, përveç se disa skenave pornografike që ajo kujton se po shet në OnlyFans dhe për mua është e neveritshme se kam parë disa skena të egzageruara dhe të tepruara për një ekran ku diqet edhe nga një fëmijë dhe ajo nuk ka çka jep përpose sjelljeve të saj të neveritshme se e tillë është edhe rrugtimi i saj pa dashur ta gjykoj apo pa dashur ta ofendoj, por ku normalizohet një lloj kategorie shoqërisë që ajo bën një jetë jo të shëndetshme dhe ka të promovuar një punë që nuk është as pak e hijshme dhe as pak me vlerë për trupin tënd dhe për qenien tënde dhe të ekspozohet dhe të jipet zë dhe të jipet vëmendje në një platformë. E dim që Big Brother ndiqet masivisht dhe për mua ky lloj normalizimi i të bërit pjesë e një shtëpie si ajo nuk është normale, por është personazh që shet sipas produksionit përderisa e kanë sjell aty dhe për të thyer një lloj tabuje që për mua nuk ka vlerë të thyem tabu me persona që nuk i sjellin asgjë pozitive shoqërisë, nuk është shembull që ta drejtosh rinin